Grek, ti shumë shpesh flet për ish partneren tënde, për nanën e qikës, e flet me admirim. Zakonisht flet me shumë admirim. Marrëdhënia juaj është kriju në një shoqëni. Shumë është e saktë. U kriju kështu pa plan hiç. Ju e kum taku një shok në Dorz, tani më shoqënit përbashkë, u konë edhe Ola aty prezent edhe ne na lidh, kështu e kena pas një lloj kontakti shumë të thjesht, e kena ndru ato Instagramin atë u konë atë kohë, Instagrami u konë. Dhe mas një kohë, tu fol, deri te martesa, që u konë diçka që se ku menu kur që ku me ndodhë, hiç kur. Se ke mendu në herë që ke mu martu? Ja, asë një herë. E kur je martu, a ke mendu që ke mu nda? Jo. Nuk e ke mendu? Më falë që për ndërpër janë t'i unë kom pasë edhe lidhje tjera ma herët. Dihet, publikisht. Bile thonë që ke qenë shumë djali bukur, e t'ka ndash qikar shumë. E vërtet është. Edhe po si adoleshent në atë kohë, din menje masia pak, si më konë stabil. Deri mos që dihet edhe të kjo lidhja e fundit, si më konë stabil me vetën. Sa lidhjet më dhaja i ki pas, afat gjate? 2, 4, 6, 3, me martesën apo pa martesën? Me martesën. Mirë, sa ka qenë jetë gjatësia ma madhe? Kokërish, sa kohë ka qenë mas gjati, me dikant? 6 vjetë u konë. 6 vjetë mas gjati. Edhe pse më kanë konsideru në atë kohë, sinqerisht që pëcejke dhe vetë si një aventurierë. Po kur e kom, po... Mu më kanë kallëzu njerëzit që i vajzat kanë nga mas te dhe të kanë dash shumë. E vërtet është, sa që edhe sot pisho dokumente për këtë në rastin që më kanë ndodhë, fatkeqësisht, e pash një koment në YouTube, more grek, sa femra ka kojtë mas teje që të ka gjithë ashti. Po thu lotë aty në vajzave që i ke mashtru. Po qa ashtu, tani prapë se prapë në kërkoj falje. Kërkoj falje vajzave. Kërkoj falje, sinqerisht, se cilës më konë i ria të reqa me buan. Kërkoj falje që u ke thuj zemrat. Pa, tjetër ju kërkoj falje. Lume, ti sa ke lidhjen ma gjatë, ose jetë gjatësia lidhjes ma gjata? Lidhja ime ka qenë e para dhe me gjata dhe në ato jo mende dhe besoj e para dhe e fundit që të shkoj deri në fund të jetës. Kështu ka rastis, kemi qenë me mendimet hapura jo që ka mendu në rinin time që ashtu do jetë. Që i bjenë sa vjetë të Lume? 25-26 vite, dykun në ofër 27 që ashtu t'i qka. Se në përko lufte, të më thonë juhja ka ndodhë, sepse 2 vim nga lufta, nga botë, po menoj nga jo periudhe luftës, edhe kështu që aty kanë fillu ato njohjet e para, edhe deri sot jemi ku jemi, edhe tash si do vije, që thojnë në popull mundin hyzmetin ja bojnë me rrugtu deri në fund, por nuk i dihet kur, sepse si që tha dhe Kreshniku mund, kur thejet gota, atër nuk mbetet asgjë, të shohim si rrjedh jeta jonë. Sepse nga njerë jeta të befasën, jeta është plot befasina, vjen diçka, unë e them, e kom një thoni që përdojë një qast ta ndryshon komplet jetën. Po, ma mërmenja se ti e veterane e luftës edhe